Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini sërish. Sot kam përgatitur një tavë fantastike me perimet e kopshtit tim dhe mishviçi. Por receta ka një truk shumë special që do t'ju shpëtoj jetën në kuzhinë. Nëse në familjen tuaj secili ka preferenca të ndryshme me perime, kjo teknikë radhitje do t'ju bëj të gjithë të mbeten të kënaqur. Pa humbur kohë, filloj me njerë me përgatitjen. Në një grirës perimesh grimi qep të plot të madhe. Do përdorim tenxhere presioni për këtë recetë. Kemi shtuar 5-6 lugë të gjellës me vaj ulliri. Shtojmë edhe qepën e grirë. Po tek i njëjti grirës do grim edhe 3 domate të mëdha. T'i kthejmë domatet në krem. I vendosim në tenxhere. Derisa një pjesë e lëngut të domateve të ketë avulluar. Fakt ndryshova mendje, do ta përgatis në këtë tenxhere në multicooker, pasi kjo tenxhere nuk lëshon shumë nxehtësi në kuzhinë. Shtuam mishin e viçit, shtojmë një gjethe dafine, krip dhe 300 ml ujë. Këto tenxhere nuk ka nevojë për shumë ujë, pasi lëshojnë edhe vetë lëngje, ndaj kaq është okay. Zgjedhim një program mishi për 25 minutash dhe e lëm të ziej. Perimet unë i kam nga kopshti im, këto janë bamje. Më parë bamjet nuk i prija kështu, i prija me shumë kujdes atë pjesën fundore, por duke i prerë në këtë mënyrë dhe nëse nuk i përzieni, nuk është fare problem. I vendosëm bamjet në tavë dhe kjo është e veçanta e kësaj tave, pasi perimet do qëndrojnë të ndara nga njëra tjetra. Nuk do t'i përziejmë. Grim edhe patlıxhan, do grim perime aq sa të mbushet tava. Mund t'i jepni formën që dëshironi perimeve, por unë kam zgjedhur t'i pres në këtë mënyrë. Patlıxhanët tani unë i pastroj në 3 vende, me qëllim që mos lëshojnë i dhërim. Presim edhe specat, i radhitim edhe specat bukur në tavë. Dhe në fund fare do presim 2 patate. Perimet i kemi gati, i shtojmë pak krip. I grim pak piper të zi. Dhe në fund fare vaj ulliri. Do t'i vendosim t'i pjekim për 20 minuta, derisa ta shikoni që perimet kanë rënë nga vëllimi. Ndërkohë në tenxhere edhe mishi përgatitet, edhe perimet marrin një pjekje. Ja dhe mishin tashmë e kemi gati. Perimet gjithashtu janë pjekur. Në këtë moment do i bashkojmë perimet pa i lëvizur nga vendi këtu ku janë, pak lëng mishi dhe mishin e zier tashmë. Pothuajse mishi është i bërë plotësisht. Thjesht do vendoset në furrë për të marrë atë koren e kuqe sipër. E sistemoj mirë tavën duke i shtuar të gjithë lëngun e mishit, edhe mishin. E hapi mirë që shija të vej gjithandej. Si e kemi, do ta vendosim direkt në furrë në temperaturën 200-220 gradë, gjithmonë pjekja varet nga furra juaj, për 20-30 minuta. Dhe ja si duket tava e sapo pjekur. Pak majdanoz dhe rikon sipër dhe e kemi gati. Rezultati doli vërtet i mrekullueshëm, perimet kanë marrë të gjithë shijen e lëngut të mishit dhe secili mund të marrë në pjatë vetëm atë që pëlqen më shumë. Nëse ju pëlqeu kjo ide praktike, mos harroni të bëni like, subscribe në kanal dhe të lini komentin tuaj.